Banorët e fshatit Hot në Malësi të Madhe nuk furnizohen asnjëherë me ujë të pishëm. Edhe pse është ndërtuar ujësiellsi i ri me pompa uji, tubacione dhe vendosjen e macëve të ri, përsëri uji i pishëm asnjëherë nuk ka ardhur në Hot. Njëri nga banorët vendas tha për zonin e veriut. A keni ujë këtu në fshat? Ja, as i pikë s'kem për zotin. Po as ka ardhur me ujësiellsin e ri? Ja, as ka ardhur ujë to. Bile, të ne kem për shtëpia. Sa hatat? I kem sa hatat ato ujë s'ka ardhur. Dhe s'di gjë as kush. Jo, as pak, s'di gjë. Jo, për të s'kem pa shaqi. Ndërkaq që bëhet e ditur se me shumë se gjithë shoqëria aksionere e ujësiellsit ka vletur për zonën pamultare e Hotit, i cili vullnetarisht furnizon me ujë kishe në qendrën fundërale dhe shkollën det Gjon Luli që ndodhet rreth 600 metra larg nga kisha. Gjithashtu është i çuditshëm fakti se as në dëgjesat publike askush nuk e përmend faktin e mungesës së ujit të pishëm për banorët e fshatit Hot. Askush nuk po kërkon 24 orë ujë, por me ujësiellsin e ri që ka kushtuar gati 4 miliard lekë, edhe ky fshat duhej furnizuar me ujë të paktën me kohë të limituar.